Përshëndetje të nderuar miq. Sonte do të vi pranë jush me historinë e Albulenës. Një vajzë e cila ka rrëfyer dhimbjen e saj, një plagë që në fakt akoma nuk është mbyllur, shumë pyetje, pa përgjigje, shumë mendime rreth e qarë kokës së saj se çfarë po ndodh dhe se si është jeta e saj. Çfarë kuptimi do të ketë jeta pas kësaj ngjarjeje që i ndodhi? Letra fillon kështu. Po të mos më kishte sfiduar jeta kaq ashpër, ndoshta sot do t'isha nëna më e lumtur në botë. Por ja që fati im ishte shkruar ndryshe. Kam vetëm 20 vjeç dhe ndjej sikur kam jetuar një jetë të tërë mes plagëve dhe zhgënjimeve. Historia ime nuk është ndonjë rrëfim i bukur dashurie, por një kujtim i përgjakur që më ndjek çdo ditë e më rëndon shpirtin. U dashurova në moshë të re, shumë të re, vetëm 16 vjeç, pa e mbaruar ende shkollën e mesme. Nuk kisha përjetuar ndonjëherë më parë atë ndjesi. Zemra më rihte fort sa herë e shihja, dhe më dukej sikur bota e tërë ndalej kur më përqafonte. Ai ishte gjithçka për mua, drita, shpresa dhe ardhmja. E besoja verbërisht, me gjithë shpirtin e një vajze që sheh dashurinë si shpëtim. Vendosëm të martoheshim shpejt. Nuk ishte ndonjë dasëm e madhe. Ishim të varfër dhe ai gjithmonë thoshte që do të ndërtonim gjithçka me kohën së bashku. E besoja. Në sytë e mi, asgjë nuk kishte rëndësi më shumë se dashuria dhe përkushtimi ynë. U vendosëm në një shtëpi të vogël me qira dhe filluam të jetonim jetën tonë të re. Ai punonte, unë kujdesesha për shtëpinë dhe ëndroja për fëmin tonë që do të vinte një ditë. Në netet e para të martesës sonë, kur më përkëdhelte fytyrën, mendoja se ajo ishte dora më e artës që më kishte prekur ndonjëherë. Zoti e di sa shumë e doja. E doja aq shumë sa nuk e shihja që çdo ditë po largohej nga unë. Pak nga pak, pa zhurmë, si një hije që tretet në errësirë. Kur mora vesh që isha shtatzën, më dukej sikur po mbaja në bark gjithë dritën e botës. Isha e friksuar, por edhe e lumtur. Prisja të shihja një fytyrë të lumtur nga ai, por në vend të kësaj, ai u bë edhe më i ftohtë. Filloi të vonohej në shtëpi, të vinte natën vonë pas një shpjegim. Lekët nuk i sillte më. Barnat e mia nuk ishin më prioritet. As ushqimet e thjeshta të përditshmërisë. Nisa të ndjej urinë në të gjitha kuptimet. Urinë fizike, por edhe atë shpirtërore që është më e dhimbshme. Filloi të bëhej nervoz, më ngriste zërin për gjëra të kota, dhe gjithnjë më shpesh më thoshte që kisha shkatruar jetën e tij. Po ai që më premtoi dashurinë, tani më shihte si një barë. Dhuna nisi gradualisht. Fillimisht një shtyrje, më pas një shëpull, dhe pastaj filluan grushtat. Nuk ishte më njeriu që e doja, ishte një bish që më rënonte çdo natë, duke mos u shqetësuar as për fëmijën tonë. Më vinte turp të flisja me njëri, më vinte turp që isha bërë një grua e dhunuar, më vinte turp që e ndoja ende, pavarësisht gjithçkaje. Netët më të errta i kalova vetëm, me dorën në bark duke i kërkuar falje fëmijës që nuk kisha fuqi ta mbroja. Çdo ditë ndjehesha më e pafuqishme, e mpir nga dhimbja fizike dhe ajo shpirtërore. I lutesha Zotit vetëm për një gjë, ta lindja fëmijën tim mirë edhe të shëndosh. Por nuk ndodhi kështu. Një natë dhuna arriti kulmin. Ai më qelloi brutalisht në bark.
Mbaj mend vetëm ulërimën time dhe ndjesin si kur diçka po më shkëputej nga trupi. U rrëzova në tokë. Nuk kisha forcë se lëvizja. Brënda meje, fëmia im kishte pushuar së rahuri. Më quan me urgjencë në spital dhe mjekët më thanë që kisha humbur djalin. Vetëm 2 javë para lindjes. Ai nuk erdhi as në spital, as në varim, as nuk qau. Madje më tha me fytyrë të akullt, nuk dua të kem fëmijë me një femër si ty. Ajo fjali më vrau më shumë se çdo grusht. Ajo natë më vrau më shumë se çdo ditë tjetër në jetën time. Vendosa të largohem. Doja të bëja kallëzim në polici, por nuk më morën seriozisht. Ishte si një tjetër shuplak të herë nga sistemi. U ktheva tek baba im, e rënuar, e poshtëruar, e boshatisur. Nuk flisja për ditë të tëra. Rija vetëm në dhomë, duke shikuar murin dhe duke menduar për fytyrën që nuk pata kur fatin ta shihja. Fytyrën e tim djalit. Baba im më mbështeti, por sytë e tij ishin gjithmonë të lagur. Ai nuk donte të më shihte në atë gjendje, por nuk kishte ç'të bënte. Ishte një plagë që as nuk shërohej dot, as me fjalë dhe as me kohën. Kanë kaluar mbi 12 muaj që jam ndarë. Ende nuk di çfarë ndodhi me burrin tim. Ende më mundojnë pyetjet pa përgjigje. A ishte një dashnore që ja mori mendjen? Apo thjesht nuk më deshi asnjëherë dhe unë isha thjesht një grua që duhej shfrytzuar? Kam parë net pa gjumë duke kërkuar gabimet e mia, por e vetmja gjë që mund të them është që e dashurova me shpirt dhe humba gjithçka, fëmijën tim, trupin tim dhe ëndrrën time. Dhimbja për humbjen e djalit është një dhimbje që nuk ka fjalë. Është një boshllëk i ftohtë që më ndjek kudo. Çdo mëngjes zgjohem me idenë se mund të kisha qenë duke e veshur për të dalë, duke i përgatitur biberonin, duke dëgjuar të qeshurat e tij, por në vend të tyre dëgjoj vetëm heshtjen. Heshtjen që më copton për brenda. Shpesh e pyes Zotin, pse më ndodhi kjo mua? Pse ai nuk e deshi fëmijën tom, pse nuk më mbrojti njëri, pse? Sot jam ende duke u përpjekur të ngrihem. Kam filluar një kurs të vogël, të paktën për të mbajtur veten të zënë, sepse më thonë se jam e fortë, por në të vërtetë nuk jam. Jam një shpirt i thyer që përpiqet të qëndrojë në këmbë. E vetmja gjë që më jep forcë është shpresa se dikur, Zoti do të më jap një mundësi të re. Ndoshta një ditë do të jem nën përsëri, por këtë herë me dikë që do të më dojë sinqerisht. Me dikë që nuk do të më godas, por do të më mbështesë. Ky është rrëfimi im, Albulena nga Devolli, një nën që nuk arriti kur të mbaj në krah fëmijën e saj, por që nuk hoqi dorë nga jeta sado e errët të ishte ajo.